Përshëndetje, jam Hamdi Halimi, profesor i kimisë në shkollat e Medvegjës, për ndryshe jam edhe në Komisionin Humanitar të Shoqatës Humanitare Medvegja me Selinë Zvicër. Këtë prononcim po e bëj sot me rastin e festave të fundvitit, me që rast kemi bërë ndarjen e dhuratave me anëtarët e kryesisë të shoqatës për nxënësit e shkollave shqipe në Medvegjë. Me dhurata janë mbuluar nxënësit e shkollës fillore në Topall, nxënësit e ciklit tur të shkollës fillore në Medvegjë dhe nxënësit e shkollës fillore Bonja Sjarinës në Bajt Sjarinës, ku duhet potencuar që dhuratat i kanë marrë edhe nxënësit e nacionalitetit serb të shkollës fillore në Baj. Gjithashtu me dhurata janë gëzuar për këtë fundvit edhe fëmijët e nivelit parashkollor, 17 sosh të teritorit të komunës së Medvegjës. Për nxënësit e shkollës së mesme, 19 nxënës të 4 viteve janë nda një shumë simbolike në vlerë prej 20 euro për secilin nxënës për begatimin dhe festat e fundvitit. Shoqata në periudhën e fundit ka bërë 2 projekte të rëndësishme në Medvegjë. I pari është kulmi i shtëpisë Bilal Jahës, i mbuluar komplet nga shoqata në vlerë prej 7.500 euro. Projekti i dytë është pikërisht këtu ku gjendemi tani për momentin në xhaminë e Sjarinës, projekt i ndërtimit të shkallëve për pjesën e sipërme të xhamisë. Vlera e projektit është 3.000 euro, në të cilin është parapame dhe llogaritja e hapësirës para xhamisë, pjesa e ujit dhe pjesa e toaletit. Në emër të Komisionit Humanitar dhe në emrin tim personal, si dhe në emër të gjithë banorëve të Medvegjës, falenderojmë shoqatën humanitare, anëtarët e kryesisë, ju dëshirojmë fundvit dhe festa të mbara, shëndet dhe harmoni familjeve të tyre dhe të gjithë anëtarëve të